Nuk e A duhet me pas? Po, duhet me pas, po. Se shumë vajta të reja e përsjellin edhe inspiron, që që tha dhe ma herës, që inspiron prej se çka vesh një influencere, një këngëtare apo aktore. Realisht nuk e kanë, po duhet me pas një lloj përgjegjësie. Po realisht, kur ta kthesh anën tjetër, që se unë mu më inspiron një diçka, nuk do me thonë që në dona me vesh atë, do na më ditë mu që kam shkam për karakterin tem. Që se mu më pëlqen që po do këtë qa po t'i Dafina Zeqiri, po këthena në Kosovë. Atëherë ajo ka trupin e vetë, ka format e veta që asaj edhe ngjyrat e trupit edhe të flakëve, gjithë shka i shka në asaj. Mu më pëlqen të ajo kur e shë një fustan, po nasha vitën tem se kësha po. Se do na me lidh me karakterin tem, sa më shka mu për fizionomin tem. Ama sa din ata që ndikon me përshtat me vete? Ka informacione se dhëtë me konë një lloj, nashta me thonë informacione i shpërndon, në përgjithësi që njerëz dhëtë me kriju vetë veshën e vetë, identitetin e vetë. Identitetin. Si personu mendoj që prezenton veshën. Veshën e vetë, po. Normalisht publike, a kanë përgjegjësi për atë qysh paraqiten? A duhet me pas edhe atë pyetjen që nisi me u përgjigj Burimi, a e ndjen këtë? Unë mendoj që duhet me pas, nuk e besoj që e kanë, deri më sot, në bazë të spoteve ose shfaqeve tyne në koncerte ose qapu dione, nuk e kom pa ndonjë ndjesi ose... Tjetër është, ata mundohen me paraqit vetën sa ma mirë të mundshme. Po, sa ma interesant, sa ma skenike, po, e vërtet është. Mu më duket që ma shumë të rëndësi i japin grimit, make-upit edhe flogëve. Kur vjen punat e teshat, teshat i kanë brende. Shumë i kanë. Që ajo, qashtu e krahasoj nivelin sa fancy lifestyle e kena. Edhe që aty nuk e kanë, që aty për mu me njëre upin atë rëndësin të paraqitme si karakter, sa je ka moda dizajni ose e ka një brand shumë të madhë që to, edhe ajo kushton 700-800 euro, po që ajo nuk strin mirë, ose nuk është e mirë, mu pa për sy, për te ki vesh, për me kallëzu që më kushton 700 euro që kjo. Edhe me qatë arsye, influenca e tyne s'ka po sukses kur në rrethën edhe shoqërinë tem. Përmes asaj, se janë përmes disa brende që kanë logo, ose një logo të madhe që bërtet. Bërtet, bashkë. Ashtë përmes kësaj ata kam përshtypjen më bot veçant, jo me ndikut e ti, po me kallëzu që hej, unë kam Gucci, ose kodi. Që ata s'pu përmeni jam, Abdin, unë e kam. Përmen ca dush se s'varët prej neve. Unë e dim që ata kanë lek edhe mujnë mi bli ato, kështu që është e rëndësishme. Mi fell del që e ka morë veç për një ditë edhe këthen. Apo? Po. Veç për reklam? Abdin veç për me vesh se, po, unë e kam një ftyrë publike, e për mare këthej nesër, Abdin, nashta as nuk i pelqen veç. Që për mu nuk vlen ajo vlera ose firma, për kundrazi kur duket një mbishkrimi, një firme, në teshat e mja, unë jina shumë siklet keq, më duket vetja shumë keq. Unë mendoj që njeri me pak pare, nuk do të thotë me pas shumë pare, mundesh me u do bukur, edhe shumë e veçantë. Shumë e pak, mundesh me gjetë në treg sot, bilem ka qash shumë zgjidhje të çmimeve edhe të stilit, e gjithë shka mundesh me kombinu, edhe mundesh me kombinu me 20 euro komplet, sa që mu do tepër e veçantë qytet, edhe me pyet krejt ku i ke blem. Për shemë mu më do të kjo, shumë modesti po e them, unë e kom tesha shumë të lira në dollapin tem, se kom shumë pasion me të shumë tesha, sa që kom qatë shumë tesha në banes, sa që kur kom fillu një dit me indru dverës dimrit, s'mriva për një dit, mami ma lëshe një batutë, më tha, mirë ke mri, pa se ti ki qatë shumë, si me pas një dyqan, kështu që një dyqan nuk regulot.